Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e radhës të podcastit tonë. Në këtë episod kemi të ftuar Amelia Rusta, nxënëse e vitit të parë në gjimnazin profesional Mihal Shahini në Zërik. Amelia, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se të gjeta. Shumë e lumtur të jem pjesë e podcastit tuaj sot. Fillimisht nga erdhi kjo zgjedhje për të ndjekur gjimnazin profesional, duke qenë se siç e shohim aq më tepër tek vajzat shihet një trend i përzgjedhjes gjimnazit të përgjithshëm përmbi atë përmbi profesionalen. E drejt, unë të tregoj me sinqert nuk e kisha menduar asnjëherë se do të vazhdoja studimet në arsimin profesional, por duke parë mundësitë që shkolla profesionale ofron, fakti që bëhet një ndërthurje e shkëlqyer e pjesës teorike me anën praktike, praktikat në biznese, shkolla jon ofron pafund mundësi për të bërë pjesë e projekteve si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare, aktivitete të shumta. Mendova se është zgjedhja e duhur të studioja në një shkollë profesionale siç është ajo e Zërikut, shkolla Mihal Shahini, ku unë studioj për degën e mjekësisë veterinare. Po, a ke ndier ndonjë formë paragjykimi për zgjedhjen që bëra? Po, në fakt kam ndier shumë në fillimet e mia. Fillimisht kanë qenë nga bashkëmoshatarët. Duke qenë se isha nxënëse mirë, të gjithë mendonin se do zgjidhja arsimin e përgjithshëm dhe ishin të shumta paragjykimet, duke më thënë që kisha bërë zgjedhjen e gabuar, që nuk ishte e duhura për mua, por që në fakt unë me kalimin e kohës po i vërtetoj të gjithëve se jam e lumtur për zgjedhjen që kam bërë dhe po arrit të ndjek pasionet e mia. Po çfarë mesazhi ke për gjithë ndoshta këta për gjithë rrethin shoqëror dhe familjar që ndoshta janë treguar pak paragjykues, por edhe për këta nxënësit e shkollave 9 vjeçare të cilët janë në dilemën e përzgjedhjes gjimnazit që do të ndjeken? Zgjedhja është e lirë, por unë nga eksperjenca ime si nxënëse e vitit të parë, do t'i sugjeroja të vazhdonin arsimin e mesën profesional, pasi janë shumë të lidhur me tregun e punës. Ato që kërkon tregu i punës, ato e gjen në arsimin profesional. Fakti që në mbarim të 4 vjeçarit do të kenë mundësi të vetë punësohen, pra të kenë një diplomë dhe një licencë gjithashtu për të hapur një sipërmarrje të suksesshme të tyre. Duke i menduar të gjitha këto, është më e drejtë të zgjedhin arsimin profesional dhe asnjëherë mos të ndjehen të paragjykuar për faktin se janë disa degë që ndoshta mund të duken si jo trende të kohës, por që në fakt për mua janë çelësi kyç i zhvillimit të një ekonomie të shndrueshme dhe gjithashtu i përmirësimit të standardit të jetesës. Po çfarë planesh ke pas përfundimit të gjimnazit? Ku e sheh veten pas përfundimit të këtij 4 vjeçare? Përveç pasionit për degën e veterinarisë për kujdesin ndaj kafshëve, një ndër e imja në zyrtar është edhe gazetaria. Dhe mendoj që në të ardhmen arsimin universitar ta vazhdoj pikërisht për degën e gazetarisë, dhe pse jo pastaj të bërë një ndërthurje edhe të veterinarisë, edhe të gazetarisë, pra të jap kontributin tim në të dyja këto pasione që unë i dua shumë dhe shpresoj që në të ardhmen të jem edhe një profesioniste e zonja e veterinarisë, por gjithashtu edhe një gazetare për të zhvilluar pastaj tema aktuale. Po si e ke menduar, a mendon se do ta vazhdosh në Elbasan gazetarinë apo ke menduar të shkosh drejt Tiranës? Ndryshe nga bashkëmoshatarët e mi, besoj se do ta vazhdoj në Elbasan, duke menduar që jam më afër familjes time, zonës time. Pse jo bëjmë pjesë e Universitetit të Elbasanit, edhe pse kohët e fundit ka pasur një rënje të numrit të studentëve në fushën e gazetarisë, unë mendoj se Universiteti i Elbasanit i ka të gjitha mundësitë për të pasur student në këtë fushë dhe për të nxjerrë profesionist gazetar. Dhe kam dëgjuar fjalë shumë të mira dhe mendoj se duke parë edhe kostot e ulta të jetesës, mendoj se do ta vazhdoj në qytetin e Elbasanit. Ishte kënaqësi të kisha në këtë podcast dhe të dëgjoja mendime dhe ide kaq të frytshme për një të ardhme dhe kaq shpresdhënëse për të rinjt. Kënaqësi të kisha në këtë podcast. Kënaqësia ishte e gjitha e imja.
Ajo që kam mësuar këtë vit është që asgjë nuk të pengon të ndjekësh ëndrrën dhe pasionin tënd, as mosha dhe as drejtimi që ke zgjedhur. Ndaj, i ftoj të gjithë bashkëmoshatarët e mi të zgjedhin pasionin e tyre, por gjithashtu të ndjekin dhe ëndrat. Kjo ishte shumë frymëzuese, kënaqësi të të kisha të ftuar në këtë podcast dhe të dëgjoja ide dhe mendime kaq shpresdhënëse. Kënaqësia ishte e gjitha imja. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.